Dua të tregoj ty ndryshimin. Ti këtu je sepse perceptoj unë si mbas martese. Edhe mas linjet. Dhe mbas lindjes pa dyshim. Po. Sepse ke një shpërthim interesant. Kam hek vetë këto. Pa dyshim. Qose pate fotografia tjera. Këto isha nuse, isha. Kush ta bënte ty grimin në festival, në televizion? Po ishin gërmjerët tona, ishte Zhani, ishte Eli, ishte Mondi, shumë të mirë. Këto jam banan. Kam linë në Resanen. Kanë qenë vite të mira për ty? Shumë. Mu banan. Po dhe martesa midis familjes të bërit nan, po dhe një suksesi se... Dy suksese. Leti mund të mos ndodhte ai sukses. Fakti që ka ndodhur, ai është dhe ky është një fat i madh i njeriut, i Vaçës, i Irmës, i kolegeve të tua, Emës, Qazimi e të tjerëve, këngëtar që këndonin live me një lloj lehtësie të madhe. O ndoshta kështu na duke i ne, se pas e ka qenë vështirë për ju. Ajo ishte edhe një përzgjedhje e komisionit festivalit, që kërkote gjithmonë në konkurset që bëshin para se me hinë festival, se do të hishe me konkurs, kërkoheshin zanet veçanta. Dhe publiku jonë, që na njihte ne, s'ka pas shumë familje, s'kan pas televizor fare. Edhe njëti me Radio Sonra e mjekshin festivalin dhe ne na kanë njoft vetëm prej timbrikave, na kanë njoft sa kena hap gojen, ne na kanë thënë kënon Ema, kënon Vaçja, kënon Justi, kënon tjetra, apo kështu edhe burrat. Dhe me thanë, nuk ishe dy zane njësoj. Zgjidheshin. Shkojmë një foto tjetër dhe kur nuk kishte dy zana njësoj, si janë sjell ky grupimi i ngushtë i këngëtarëve të mira në Shqipëri me ty? Si e ndjen ti? Qa perceptimi ke ti? Unë hala kam miqësi. Edhe të kanë mirë pritur? Hala pi kafe, po. Shika, ato ishin gjithë se cila e njime me suksesin e vetë. Gjithë se cila e kishte marrët suksesin e vetë. Ta shte dërimisht që do vite e reja. Unë bishe, se nuk ishte e rastësishme, pruna një teknik të re, pak ma moderne, populli që shpresote me ndryshu diçka, me zje prita të tre në thotë, hajti shala po ndryshon. Këtu, pse e kam këtë foto? Kur kam kënu në festivalin në majt, ftesa e parë për me shku me majt, me kene ftume në një koncert të variates, ishte Korça edhe Gjinokastra. Më kanë bërë një pritje të mrekullueshme, jam një rahat, e vlerësume, e kërkume, dhe nuk i harroj kur këta persona që më shifshin si një gurë çmum, e unë, me ta thënë drejtën, nuk kam kënë e përgatitur për këtë sukses. E doshe këngën, doshe me marë në festival, edhe malet me blerim buluar me kënu veç me kënë festival, si ishte gjaj madhe, festivali i kishte këngëtartë që kaloshin shosh, kush bite, kush rritë.